Postriba deri i kombit u përzjoll për mbylljen e fushatës elektorale në njësitë administrative të qarkut Shkodër nga kandidati i Partisë Demokratike Bars Spahia. Pritja mallshtore në këtë zonë është garanci për fitoren e 11 majit që t'i rikthej Postribës, Shkodrës dhe mbar Shqipërisë dignitetin, tha kështu në fjalën e tij kandidati Spahia. Sa bukur ka një ndërthurje brezash në Postrib në mbështetjet Partisë Demokratike. Besimi më i mirë se Partia Demokratike jo vetëm i ka rrajt e forta, por ka edhe degë filiz që nuk do ta lajnë kurrë të qëndrojnë në thundër e një qeverise, e një bande kriminale që sot padejësisht uzurpon zyrat e shtetit shqiptar. Të shkojmë drejt kutive të votimit, t'i bindim që nuk ka mënyrë tjetër. Banorët e Postribës, duke vlerësuar programin e Partisë Demokratike Aleanca për Shqipërinë Mallshtore, premtuan mbështetjen e tyre që në 11 maj fitoria t'i përkas opozitës.